Гордост затоа што живееме во културно развојно богатство. А надеж затоа што човековите права ни даваат алатка да го зачуваме тоа богатство. Секоја етничка заедница, без разлика колку е мала, носи со себе уникатна приказна, јазик, традиција и дух. Одбележувањето на овој ден не потсетува дека правата не се нешто што треба да го земеме здраво за готово. Тие постојат само ако се грижиме заедно и ги чуваме и нашите и другите права. Да се однесуваме со почит кон другите и да не дозволуваме неправда. Ние така придонесуваме кон подобра и посигурна заедница. Денес, по пресред на одбележувањето на денот на човековите права, хумано добротворната организација на ромите месечина гостива одбележува обезбеди избрани професори и истакнати лица во заедницата да не подсетат за значењето на човековите права. Денес имаме чест и задоволство да ги слушнеме професор доктор Агим Нухи, професор од Тетовскиот факултет. Професор Елмедина Шуиби, професор од Меѓународниот факултет. Професор доктор Ферат Полиси, професор на Тетовскиот факултет. Магистар Мухамед Точи, истакнат правник во заедницата на ромите и дел од Министерството за правда. Го повикувам професорот доктор Нухи, професор од Тетовскиот факултет, да земе збор на темата предизвици за спроведувањето на пресудата на Lerater, ju falenderoj të gjithë për pjesëmarrje. Në radhë të parë dua të përshëndes profesor doktor Nasir Ademi, një personalitet I lartë I fushës akademike që me dekada të tëra po angazhohet për liri dhe drejtet e njeriut, për konsolidimin e rendit juridik të shtetit tonë, që ky rend juridik të jetë I qartë, precis dhe jo kontradiktor. Dëshiroj që në emrin tim dhe në emrin e juaj, profesorit, t'ju uroj shumë shëndet dhe suksese të më të tjeshme. Po ashtu, dëshiroj të përshëndes zotin Jeton që vinë prej Kosovë, një aktivist I dalluar në të gjitha fushat me impakt në jetën shoqërore, profesoreshën Besa Kadriun, e cila gjithmonë përshfaqet me cilësitë e larta për gjitha segmentet e sfidat e shoqërisë tonë. Në mënyrë të veçantë dua të përshëndes profesor doktor Njomca Osmanin, një njeri me vlera të larta akademike dhe shkencore,
që gjithmonë jep më të mirën nga vetja për shoqëri. Jo rallëherë profesoreshën Njonza Osmani e njohim si njeriu i cili ku e merr topthin më të mirë nga kozmosi, e mban në dorë dhe u jep qytetarëve që ata dhe të konsumojnë më të mirat e mundshme. Përshëndes kolegun tonë doktor Osman Stafaj, Ardian Stafaj. Përshëndes mikun tim nga gjykata themelore të Tovës Refet, Tahirin, i cili gjithnjë po kontribon për të mirën e njërsimit në përgjithësi, dhe kolegët e mi nga Ministria e Drejtësisë, Njësia Rajonale e Kërçovës dhe të gjithë ju që jeni këtu të pranishëm. Në rast të parë do dua që të uroj ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe duke vënë theksin se sot me shumë kënaqësi të bëjmë publike që në kuadër të Asociacionit për Barazi dhe Drejtësi Sociale kemi proklamuar linkun që çdo qytetar i cili ndjehet i diskriminuar ose që janë shkelur liritë dhe drejtat e njeriut të mundet të paraqesë këtë shkelje, të parashtrojë kërkesa, ankesa apo çdo parashtresë tjetër tek platforma jonë elektronike dhe ekipi profesional i Asociacionit për Barazi dhe Drejtësi Sociale do të ofrojnë ndihmë juridike falës. Kjo nuk kupton këshilla juridike, udhëzim juridik falës, ofrim të logjistikës deri tek ndërmjetësimi me titullarët e institucioneve të sistemit të shtetit, që ata një ditë më parë dhe në formë më të lehtë të arrijnë tek mbrojtja institucionale. Që të mos qasëm shumë, do them 2-3 fjalë në lidhje me aktgjykimin e gjykatës së Strasburgut në raport me sistemin e drejtësisë të Maqedonisë së Veriut. Pjesa më e madhe prej jush tani më e ka kuptuar se vendi jonë ka afërsisht 200 lëndë në gjykatën e Strasburgut që i ka humbur. Kjo nuk kupton se në 200 raste të cilat janë adresuar te gjykata e Strasburgut janë konstatuar shkelje të konventës për lirinë dhe drejtat e njeriut. Tani Bashkimi Evropian si çdo shtet tjetër kombëtar ka përcaktuar edhe kuadrin normativ, po edhe kuadrin institucional. Nuk mjafton vetëm vënia në qarkullim e konventës për lirinë dhe drejtat e njeriut, por do duhet të ekzistojë edhe suporti, mekanizmi që këto dispozitat kësaj konvente dhe të implementohen për të mirën e njerëzimit. Prandaj është themeluar edhe Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut, ose siç e njohim ne, Gjykata e Strasburgut. Tani vendimet e gjykatës së Strasburgut, ato që në 200 raste që flasim ne për Maqedoninë e Veriut, nuk zbatohen me automatizëm brenda sistemit gjyqësor të vendit tonë. Sepse do duhet të plotësohen disa kontikta të tjera të cilat do të çojnë deri tek rihapja e procesit gjyqësor që ka përfunduar me aktvendim plotfuqishëm dhe të ekzekutueshëm brenda Maqedonisë së Veriut. Pra, do duhet konstatohet sa a ka apo s'ka shkelje të konventës dhe të kemi një aktgjykim të Gjykatës Evropiane për Drejtësi dhe pastaj të hapet çështja përsëri brenda analeve të gjyqësorit të vendit tonë. Do dua të ngris para jush edhe çështjen e ekzistencës një debati doktrinar në lidhje me vendimet e gjykatës së Strasburgut vis-a-vis statushmërisë së tyre brenda sistemeve kombëtare. Ekziston një debat i thellë edhe sot e kësaj dite dhe dy rryma të cilat bashkëjetojnë njëra me tjetrën. Është rryma e zgjeruar që vendimet e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut dhe qytetarit i konsideron si një pjesë përbërëse e drejtësisë kushtetuese të vendit tonë dhe kanë ngritur qëndrimin se ata do duhet me automatizëm të zbatohen edhe nga gjyqësori i vendit. Dhe është rryma tjetër
që është një rrim restriktive që mbrojnë qëndrimin se vendimi i gjykatës së Strasburgut nuk duhet të bëhet me automatizëm zbatohet nga gjyqësori i Maqedonisë së Veriut, por do duhet edhe të matet raporti i tyre me atë që ne në drejtësi e quajmë res judicata, gjë e gjykuar. A do të mund të hapet aty për aty, apo do duhet të plotësohen disa kushte që kanë të bëjnë me shkeljen vendimtare. Pra, të dua të them që drejtësia që proklamohet nga gjykata e Strasburgut është një drejtësi e gjallë, dhe këtu nuk ka dilema, se kjo drejtësi e gjallë që lind dhe proklamohet dhe rritet në prerjen e gjykatës evropiane për të drejtat të njerëzit ndikon në gjyqësorin e Maqedonisë së Veriut. Ato janë vendime që kanë forcë detyruese, edhe pse ka koncepte që proklamojnë atë rrimën e dytë. Rrim që ka të bëjë me restriksionin e zbatimit të vendimeve të gjykatës së Strasburgut. Edhe të kemi të qartë për komunitetin më të ri që po e ndjek këtë temë. Gjykata e Strasburgut nuk është një super gjykatë dhe me atë pozicion në raport me gjyqësorin e vendit. Por megjithatë, çdo shtet antar i Konventës Evropiane për Drejtat e Njeriut ka pranuar edhe jurisdiksionin gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut dhe është i detyruar që të zbatojë nenin 46 Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut dhe çdo vendim që proklamohet nga ana e gjykatës së Strasburgut. Sigurisht që njerëzit të cilët kanë adresuar këtë çështje në gjykatën e Strasburgut kanë edhe sfidat e tyre, një ndër sfidat më të nda është afati 30 ditor për të kërkuar edhe rihapjen e procesit në Maqedoninë e Veriut, do është një afat i papërballueshëm, duke marrë për bazë infrastrukturën e cila duhet të përgatitet për kërkuar përsëritjen e procedurës. Të dua të përfundoj me dëshirën për të uruar edhe një herë ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, për të uruar që të keni shëndet dhe suksesin në gjitha segmentet e jetës suaj. Faleminderit. Задоволство беше да го слушнеме доктор професор Агим Нухи. Исто така, вреди да се истакне дека председател на Издруженијето Асоциација за еднаквост и социјални права, наш бивши министер за внатрешни работи, заменик министер за права, заменик министер за образование и пријател на Месечи. Ја повикувам професорката Елмедина Шуиби, професор на Меѓународниот универзитет. Ju falenderoj shumë për prezencën. Fillimisht doja të falenderoj zotërin Hoxha për ftesën dhe për mundësinë që ma dha të jem këtu, për të respektuar audiencën, ligjëratën apo këtë çka e kam përgatitur fjalimin të ta bëj në gjuhën maqedone për ta kuptuar edhe drejt masa. Почитувани, најпрво сакам многу да му се заблагодарам на господинот Точи за поканата и за можноста за тоа што сум тука. Денеска ќе разговараме на темата правата на децата. Тема од големо значење на нашето општество. Нашата заедничка обврска е да обезбедиме секое дете да расте заштитно, поддржано и со еднакви можности. Децата представуваат најранливата, најскапоцената група од нашето општество. Токму затоа постојат посебни закони што ги заштитува нивните права и меѓународна конвенција што ги штити нивните права и обезбедува услови за здрав раст и развој. Најважен документ е документот од Конвенција за правата на детето, усвоено од Обединетите нации, која јасно ги дефинира сите права
што ги имат децата, тој документ е тој документ што го имат подпишано сите држави на светот. Најпрво, секој дете, без разлика на раст, без разлика на боја, без разлика на јазик и вера, имат право за живот, за здравје и за безбедност. Тоа значи дека државата и семејството се должни да му обезбедат храна, здравствена заштита и заштита од насилството. Исто така, децата имат право на образование, кој треба да биде достапна, квалитетна и бесплатно на основно ниво. Преку образованието, детето ги развива своите таленти, своите интереси и своите способности. Многу важно право, многу важно е права на љубовта, што треба да го има секој дете и да расте во семејна средина. Секој дете треба да расте во атмосфера, фамилиарна атмосфера, исполнета со разбирање, поддршка и емоционална стабилност. Дополнително, сите деца имат право да го изразуваат своето мислење. И тоа мислење да се зема во предвид, независно од неговиот возраст или зрелост. Покрај овие права, исто така децата имат право на игра, имат право и на одмор. Затоа што играта овозможува да детето да расте и да се развои на психофизички развој. Исто така, тие треба да бидат заштитени од злоупотреба, дискриминација и секој од друг област што може да ги обкружува. Заштитата и почитувањето на правата на децата и обврска како прво од родителите, од учителите, училиштето, од другите институции и на крај од целото општество. Само кога детето расте безбедно, само кога детето расте сакано во фамилиарна атмосфера, само тогаш може да се развиват на добри личности. Ви благодарам многу за вниманието и за можноста што сум тука. Излагањето на професорката од Меѓународниот универзитет важно беше за областа на децата, овозможи на сите уште еднаш да се запознаеме со можноста и важноста во вклучувањето да ги користиме механизмите со кои ќе ги оствариме правата, како поединец или како група граѓани. Дозволете сега да го повикам професор доктор Феран Полиси. Filelicht ju përshëndes të gjithëve. E falenderoj edhe zotën Toçin për ftesën që na dhoni. Kam dhe kënaqësi të jem në mesin tuaj. Dhe për t'i shpalosur disa mendime në rastin e ditës ndërkombëtare të drejtësisë dhe barazisë, kam zgjedhur një personalitet, një filozof, kam zgjedhur një jurist, kam zgjedhur një historian francez, i lindur në vitin 1805, Alexis de Tocqueville, i cili veprimtarinë e tij e ushtroi në Europë, por pas një kohe ai shkon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pasi e mëson edhe sistemin e tyre pra penal, impresionohet nga drejtësia dhe liria, demokracia dhe gjithçka që është në dobitë të tretave dhe lirive të njeriut, sidomos impresionohet
me atë që quhet barazi intelektuale dhe nga këtu inspirohet dhe shkruan veprën të tij kapitale Demokracia në Amerikë. Pra, vetë Tocqueville përdor metodat historiko-filozofike dhe sociologjike, metodën krahasuese, dhe na shpjegon se cili është dallimi në mes demokracisë evropiane dhe demokracisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, si çështje primare e ka lirinë të pakufizuar të arsimit dhe barazin, pra intelektuale. Sa u përket, sipas Tocqueville-it, normat ligjore më së shumti në gjithë botën respektohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me theks të veçantë, përmendën se asnjë individ, asnjë grup njerëzish, asnjë korporat ekonomike e kështu me radhë nuk mundet asgjë të bën përpose brenda kuadrit të ligjit. Dhe këtu shpjegon se ndasia nuk ekziston pra njerëz të privilegjuar ose të pa privilegjuar, por thjesht ekziston ligji dhe përpara ligjit të gjithë janë njësoj. Gjë për të cilën Tocqueville thotë që nuk ndodhet në asnjë vend tjetër të botës. Pra, shpjegon një çështje e cila me vërtet kanë nevojë edhe njerëzimi i kontinenteve ose shteteve tjera në përgjithësi. Në aspektin tjetër, në ushtrimin e autoritetit, Tocqueville thotë që për Amerikën realisht posti është i fortë, i fuqishëm, ndërsa zyrtari është i pavlefshëm, deri në momentin kur ai definitivisht shoqërisë një herë e përgjithmonë t'ia rregullon lirinë dhe barazinë. Nëse rregullon lirinë dhe barazinë, bëhet i barabartë me postin. Përndryshe zyrtari nuk vlen derisa ai nuk zbaton në përpikshmëri dhe nuk rregullon pra lirinë dhe barazinë në komunitetin ku ai jeton. Këtu përmenden edhe diçka tjetër ku thotë që në rast se zyrtari nuk vepron në këtë formë dhe i ngjan thënies së famshme që sundimtari nuk është më i mirë se shpëtimtari, por edhe shpëtimtari nuk është më i mirë se sundimtari nëse shpëtimtari liritë dhe të drejtat e njeriut nuk inkorporon nga ligji dhe i fut në kushtetut. Dhe nëse nuk i fusim në kushtetut ligjet të cilat kërkojnë dhe janë të diskutueshme, pastaj hapen dilemat për interpretime të ndryshme se të zbeket një ligj, të hiqet një nen nga gjuha shqipe, të largohet balancues ose balanceri, të çohet në Strasburg, kjo land ose ajo land, dhe lihet hapësirë për të cilën mendoj se juni të vetëdijshëm për çka dua edhe të flas. Këtu nisur nga kjo demokraci, këta pak fjalë që dua t'i shpreh para jush, vetë Tocqueville mbështetet në deklaratën e pavarësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Thomas Jefferson në vitin 1776, ku ai thotë që deklaratën e ka mbështetur në të drejtën natyrore ose në të drejtën religjioze. Dhe sipas Tocqueville, për ta ruajtur ne këtë lloj demokracie të nivelit kaq të lartë, të pa parë në jashtë Amerikës, do të them në Evropë ose në vende tjera, na nevojitet që të mos sulmohet nga jashtë, nga veprimtaritë e jashtme, janë dy rregulla, dy kushte. Kushti i parë që ta mbrojë pra formë të demokracisë është liria politike e cila e ushqen patriotizmin, dhe e dyta është pra dhe qeverisja lokale. Pra shihni, nëse bëjmë një analizë më të thellë, ai kërkon lirin si çështje të parë për një zhvillim shoqëror dhe atë që quhet pra patriotizëm, për të cilin thotë që një komb që patriotizmin e ka në vetvete, ai komb gjithmonë do të jetë më luftarak dhe me dëshirën më të madhe për liri dhe barazi. Gjithashtu ka analizuar edhe revolucionin francez borgjes në vitin 1789, duke potencuar se revolucionet rrallë herë ndodhin të popujt të cilët janë me varfëri të skajshme. Pra, ata popuj nuk janë e gjendje të bëjnë revolucion, por revolucioni paraqitet
си невој е политикаве të gabuara, të cilat politika shkojnë nga diskriminimi, shkojnë nga paksimi të drejtave dhe lirive të komuniteteve në përgjithësi. Dhe në fund, që më pas nëse dikush do të ketë një pyetje ose do të replikojmë, nuk e di tash zoti Toçi si e ka parapak, do të them mendimin e fundit për këtë fjalim që jam sot para jush, ku Tocqueville thotë që momenti më i rrezikshëm për një qeveri është ajo qeveri që është e keqe, por kërkonën që të kthehet edhe një herë në pushtet dhe ta shndron vetveten në qeterësi. Pra, një qeveri e cila është e rrezikshme dhe është e keqe dhe kërkon të kthehet përsëri, ajo qeveri është qeveri e cila ja vën vulën mos zhvillimit, mos perspektivit, ja vën vulën demokracisë pra e përgjysmon e kështu me radhë. Pra, kjo është ajo që kam shkruar disa mendime nga filozofi i famshëm Tocqueville, i cili dha jehon dhe edhe sot e kësaj dite pra shërben me mendimet e tij nëpër universitete dhe nëpër okullaret të mëdha shkencore. Ju faleminderit për turimin dhe mirupafshim në një takim tjetër. Благодарам на професорот доктор Ферат Полиси, професор на Тетовскиот универзитет, за споделувањето, размислувањето и филозофското толкување за заштита на човековите права. Сосема на крајот, не е толку поважно, колку викувам магистарот Мухамед Точи да истакнат правник во заедницата, човек кој повеќе од 30 години работеше во граѓанскиот сектор. Токму во областта на човековите права. Прв ром, државен секретар на едно значајно министерство, Министерство за правда. Поздрав и од мене. Посебно ми е драго што денеска имам прилика заедно со моите колеги и пријатели да зборувам на темата човекови права. Месечина сметаше дека токму на една мала заедница, а важна во општеството, заедницата на роми, е важно да знае и да ги практикува човековите права онака како што доликува на една заедница. Културната разновидност представува една од најголемите богатства на човештвото. Таа е израз на различните јазици, традиции, верување и начин на живење, кои заедно создаваат мозаик на светска цивилизација. Во современото општество, човековите права играат важна улога во зачувувањето на оваа разновидност, особено кога станува збор за помалите етнички заедници. Тие заедници често се соочуваат со различни проблеми, како асимилација, дискриминација или маргинализација. Па затоа, правната заштита и почитувањето на човековите права се важни за нивниот опстанок и развој. Основните човекови права, како што се правото на еднаквост, слобода на изразување, правото на образование и правото на културен идентитет, се темели на општеството, што ја почитува различност. Правото на културен идентитет гарантира дека секоја заедница има право да го негува својот јазик, обичаи и традиции. Правото на образование, за кој што исто така ни зборуваше и колешката Елмедина, овозможува младите од помалите етнички заедници да учат на својот јазик, обичаи и традиција. Правото
на правото на слободен изразување, пак им дава можност на заедниците да ја представуваат својата култура преку уметност, литература и секако и медиумите. Јазикот е срцето на секоја култура. Кога помалите етнички заедници имаат право да го користат својот мајчин јазик во образованието, администрацијата и медиумите, тие ја зајакнуваат својата самобитност. Традициите, празници, музика, народни носи се исто така дел од културното наследство кое човековите права го штитат преку правото на слободно практикување на културните активности. Семејството пак е првиот чувар на културниот идентитет. Родителите преку воспитувањето и пренесувањето на јазикот и обичаите ја одржуваат врската со корените. Заедницата пак преку задруженија, културни центри и фестивали создаваат простор каде младите можат да се запознаат со своето наследство и да го пренесат понатака. Малите етнички заедници често се соочуваат со недоволна застапеност во институциите, ограничен или воопшто немаат пристап до образование на мајчин јазик. Тоа е исто така важно да се спомене пак дека и ромите се една од етничките заедници кои што за жал до овој момент немаат право или не е доволно им е дадено правото да се образуваат на свој мајчин јазик. Економската и социјалната маргинализација е исто така еден од сегментите кои што помалите етнички заедници се соочуваат со проблем. Но, затоа се важни механизмите за човековите права кои нудат можности за надминување на овие пречки. Преку законска заштита, политики за еднаквост и поддршка од меѓународни организации. Со тоа се создаваат услови за развој и афирмација на културната разновидност. Младите од помалите етнички заедници имаат особено важна улога. Тие се генерацијата која може да ја пренесат културата и преку дигиталната ера, преку социјалните мрежи, уметнички проекти и образовни иницијативи. Човековите права им овозможуваат да бидат активни граѓани кои ја афирмираат својата култура и истовремено градат мостови со другите заедници. Некои можеби мислат дека малите заедници се неважни, помалку битни, дека нивниот глас е слаб. Но вистината е спротивна. Нивната разновидност е сила која го збогатува општеството. Светот без културна разновидност би бил како градина само со еден вид на цвет. Убаво е, но еднолично. Човековите права ни овозможуваат да чуваме таа разновидност, да ја негуваме како различен цвет во градина што ја прави целата градина уште побава. Кога една заедница има право да организира фестивал, да ја покаже својата музика и танци, таа заедница се чувствува видена и почитувана. Кога едно дете има право да учи на својот мајчин јазик, тоа дете расте во самоповерба и гордост. Тоа не е само право, тоа е животна сила. Културната разновидност не е само богатство на една држава, туку и на целото човештво. Човековите права се гаранција дека секоја етничка заедница
без оглед на големината, ќе има можност да го чува својот идентитет. Заштитата на јазикот, традициите и културните вредности е предуслов за градење на општество во кое различноста не е пречка, туку сила што обединува. Затоа, кога ги почитуваме човековите права, ние не само што ги штитиме заедниците, ние ја штитиме нашата човечност. Затоа, човештвото без разновидност е човештво без душа. Јас ви благодарам, ја користам оваа можност да се заблагодарам на сите среднисти од средните учители, сите среднисти роми, кои што на волонтерски начин и онака како што тие умеа и знаеа, го организира овој настан. Јас од името на сите нас во Видничарите во ова, уште еднаш ви благодарам, бидете горди родители со вашите деца. Благодарам, господин Точи. Ја повикувам нашата координаторка Јулфер да го затвори настан. Слава на сите и од мене. Јас сакам прво да се заблагодарам на нашите ученици средношколци, затоа што тие придонесоа овој настан да се направи како што треба. И исто така им се заблагодарувам и на родителите кои што дена доаѓаа во нашата организација и заедно со мене работеа за да го приготвиме овој настан. Сакам, многу сум среќна што имаме толку волонтери во месечина. Оваа година имаме 70 волонтери во месечина. Претходно имавме од прошлата година уште неколку деца кои што станаа од 4-та година и тие доаѓаат и помагаат секојдневно во месечина. И се надевам дека и понатака вака ќе соработуваме со сите средношколци. Толку од мене ви благодарам на сите.